egoizmus. Sigurisht këto ditë të post elektorales, post zgjedhjeve tona, këto ditë që forcuan humbjen fantastike të folk komunistit, folk bolshevikut Sali Berisha. Goditje si jashtëzakonshme që i dha një popull dhe pallavrave të tij për grabitje, të cilat pallavra kanë qenë vitet 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, e me radhë për vjedhje, grabite, manipulim në zgjedhjet, nuk bëjnë asgjë tjetër vetëm se e kanë neveritur në mënyrë të jashtëzakonshme të gjithë popullin shqiptar. Kërkesa e paralajmëruar për protestë me datën 16 kur vjen gjithë Evropa ishte e pritshme dhe sigurisht ka për të shërbyer akoma më tepër edhe në sy të botës diskreditimit të kësaj figure kriminale të prodhimit shqiptar sigurisht. Është i vetmi turp që na ka mbetur tash, që një njeri i PPSH që në vitin 1968 kërkon të shpartalloj, të zhgërryej, të qel me erën e tij të folk bolshevikut edhe situatën me ndërkombëtarët ashtu si kundër ka tentuar situatën e brendshme atë të shqiptarëve. Po të futem tash ke sektori i brendshëm këtu ke ne në Shkodër. Bëra një opinion, një analizë time përmbi suksesin e qetësisë Shkodrës dhe të Partisë Socialiste në Shkodër. Dhe ja atribuova sigurisht Benet Becit, punës tij të jashtëzakonshme. Shkodra ishte e qetë sepse sigurisht nuk ishin më bandat që vinin me makina, nuk ishin gangsterët që qarkullonin, se bashkëpunimi sigurisht i kryetarit bashkisë, pushtetit vendor me policinë ishte perfekt. Ishte qetësia apostolike në zgjedhje e Benet Becit, ajo qetësia e jashtëzakonshme, pa slogane, pa nerva, pa ju përgjigjur në mënyrë agresive, se pa quar tonet, por duke dhënë vetëm alternativë, e cila sigurisht bëri një shoqëri si ajo e Shkodrës ta kuptojë dhe ta ndjeki pas Benet Becin. Ishte ajo pjesë zhvillimore e vizionit të tij të investimeve të cilët shkodranët e morën për qetësi, për një siguri që e nesme do të jetë akoma më e mirë. Ishte puna për Partinë Socialiste, sidomos në Shkodër, për ta ndryshuar atë nga ajo pasja frikë gjithmonë për të guxuar pushtetin, edhe bashkëpunimi, po me një, si të them tash në kohën e kaluar, me një retorik të mbetes mbrapa gjithmonë si opozit, të një grafiku që gjithmonë plotësohej duke qenë ajo opozita në Shkodër. Benet Beci edhe Partia Socialiste u sabotuan vetëm në vahun e Des, dhe kjo ju ndali edhe i penalizoi për deputetin e 5. Po kjo ndodhi si marrëveshje midis një pjesë të PS-s aty dhe njerëzve të administratës bashkisë vahu Desit me njerëzit e PSD-s. Sot ka ndodhur një val e dytë arrestimesh të tillëve njerëz, që sigurisht kanë deformuar rezultatin. I ka marrë Partisë Socialiste kandidatin, por deputetin e 5, që i binte që t'ishte Edona Bilali. Benet Beci është fryma e re, jo vetëm e socialistave shkodran që unë e kam paralajmëruar, ata duhet i ngjajnë tashmë Benet Becin, po dhe ajo frymë e re, vizioni i ri, i cili sigurisht priret nga ky njeri, nga mënyra e të bërit politik ti, po me fakte, me qetësi apostolike, duke mos rënë pre e kundërshtarit në retorikën retropolitike të tyre. Shkodra ishte e qetë dhe votonte mirë, duke e bërë Partinë Socialiste sigurisht në krahasim me gjithë herët e tjera fituese, duke e bërë Partinë Socialiste konkurruese dhe tashmë, në qoftë se nuk do të ishte sabotuar në vahun e Des, do të ishte edhe partia realisht e parë edhe në qarkun e Shkodrës. Partia Socialiste fituese në Marsinë e Madhe, ata do t'i urojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, jo se ka fituar Partia Socialiste, po s'kan lejuar asnjë lloj marrëzie politike
që të ndiqet pas. Po në përgjithësi, sigurisht Shkodra ka votuar mirë. Shkodra është treguar fantastike në qetësinë apostolike të saj. Ajo që desha të diskutoja se këto zgjedhje në gjithë Shqipërinë nuk është se kanë premiuar thjesht Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, majorancën. Ato kanë bërë dhe gjë tjetër. I kanë treguar vendin Sali Berishës, një kriminali politik i cili është vrasës. Nuk ka fituar diktatura si thonë të tjerët, edhe krimi, por ka humbur krimi dhe degradimi moral dhe politik i një personit vetëm dhe partisë tij pronë. Nuk ka fituar absolutisht autokracia, por ka humbur kulmi i zvetnimit politik të një kriminali vrasës, serial vrasës, të njeriu i cili është përgjegjës për vrasjet e 21 janarit dhe Gërdecit, por dhe shumë vrasjeve të tjera që ka ndodhur në vitin 1997. Të grushi shtetit në 98-ën, të rrajes të 26 majit, shkatrimit të zgjedhjeve 26 maj, rrajes komisionerëve, përdhunimit zgjedhjeve, rrajes gazetarëve dhe gjithë farë bëmash të tjera kriminale personale të Sali Berishës. Ka humbur njeriu më i jashtëzakonshëm i krimit politik, i mungesës së jashtëzakonshme të moralit politik në Shqipëri. Akoma më keq se edhe Enver Hoxha. Ka humbur antari i Partisë Punës Shqipërisë i vitit 1968. Ka humbur ai që personalizoi partinë, ai që u shpall non grata dhe ai që do pa tjetër të ketë vetëm grupin parlamentar që t'i shërbej familjes tij. Ai që ka djegur Shqipërinë për familjen e tij dhe tenton prapë ta djegë Shqipërinë për familjen e tij, ai që i ka shkatëruar ekzistencën politike në mirëqenie të tillë shqiptarëve prej 35 vitesh. Ka humbur garderoba e vjetër e folk bolshevikëve, natyrës më të ndyrë, mbani mend këtë, folk bolshevikëve gjithmonë nxjerr fjalën folk përpara, të cilët janë të papërsëritshëm si në Shqipëri. Partia Demokratike o do ketë fatin e si motrave të veta në gjithë Evropën lindore, o do të pranojë që të largojë një folk bolshevik si Sali Berisha, dhe sigurisht pastaj kjo jep edhe mundësinë për të shpëtuar një herë për gjithmonë nga një përqafim kthetrash nga një demon i tillë. E fundit është urime për një politikan sigurisht të ri, por që mund të jetë me ardhmja e të djathtës së nesërme, Agron Shehajt. Urime absolutisht për ato dy kandidatura që ka fituar. I kanë marrë me djerës, i kanë marrë me merit. Meritonin të merrin akoma më tepër. Dhe sigurisht mund të jenë një alternativë nesër për të djathtën të cilën e ka uzurpuar një folk bolshevik, komunist, stalinist si Sali Berisha. Urime dhe qorit dhe partisë tij dhe sigurisht të dy në bazën ideologjike të ndryshme përbëjnë dhe pluralizmin e vërtet në Shqipëri. Urime të gjithëve që sigurisht janë munduar ta kenë seriozisht me këtë fantastike fushat elektorale dhe njëkohësisht një shkelm të jashtëzakonshëm Sali Berishës edhe ata që e ndjekin pas. Tashmë janë fajtor njësoj si Sali Berisha në Partinë Demokratike. Urime gjithë Shqipërisë së vërtet demokratike. Urime socialistëve, urime gjithëve që në fund-fundit zbatuan demokracinë. Dhe demokracia është të heqësh të vetmin demon bolshevik, folklorik, të korruptuar dhe kriminal si Sali Berisha.